Po nëse I qëjmë salavat Imam Islam, çka ndodh? O Allahu na shton bereqet. Allahu na ban më të dashur te Muhamedi alayhis salam. A dini çka do të thonë Muhamedi Islam me dashur? Shej Muhammed Muthemini, Allah e mëshiroft, ka thënë kështu: O vëlla im, shpeshtoj selavatet për të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, që të shtohet besimi dhe të lehtësohen çështjet. Zoti thon Kur'an: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alen nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Do thon sa më shumë I dërgojmë salavate Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë kena me pas bereqet. O njeriu më së shumti që përmendet në botë, o Muhamedi alayhis salam. O njeriu më shumti që duhet në botë, edhe sot, o Muhamedi alayhis salam. Kush jemi neve mos më përmend Muhamedi. Ama në njeri që falet, dashti apo nuk dashti, ka me përmend Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Drekën shembull, namazin e drekës. I ka farzi 4 rekate. E te hijati I parë, e te hijati I dytë. Apo në 4 rekatin e 4 ulim poshtë, apo. Për para se me dhonë selam. Çka këndojmë? Salavat. E këndojmë at-tahiyatu lillahi was salawatu deri në fund. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pastaj këndojmë Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة deri në fund. Allahumma rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Po nëse I çojmë salavat Imam Islam, çka ndodh? O Allahu na shton bereqet. O Allahu na ban më të dashur te Muhamedi alayhis salam. A dini çka do të thonë Muhamedi Islam me dashti? O komor dita në ahiret. Edhe Muhamedi Islam aq I mëshirshëm është. Se nga mrekullit që I kanë pas pejgambert, të gjithë pejgamberët kanë shfrytzuar. Muhamedi Islam nuk I ka shfrytzuar krejt. Ka thonë kam I rujt për në botën e ardhshme kur kanë nevojë umat. E ka lënë për ditën e gjykimit. Po. Edhe këmë thonë, o Zot, a ka mundësi edhe këtë grup të madh ta fusim xhennet? A ka mundësi edhe këtë grup, edhe këtë grup, edhe këtë grup? Se Muhamedi nuk ka razi njerëzit me në xhennet. Po pse ti edhe unë a gëzohemi me hinë në xhennet? Wallahi. Wallahi. O muslimant janë zemër gjërë. O muslimant janë të mirë. O muslimant me pas botën në dorë. O vallahi asnjë problem s'do. Jam të folë për musliman. Jam të folë për munafika. Edhe për diftirës. Jam të folë për musliman. E kur themi musliman, ai njeri që është pasues I Kuranit dhe Sunetit. Pik. Nuk mundet pak me shtu këtu, pak ati. Edhe e kena bo fejnë qull. Po kena unë qullin e. Po. Nuk o feja qull. Feja ka regullë. Por atë shkak, salavat. Ne kur shkojmë numre dhe në haq, kanë dëshirë njëzë me thonë, që e bëni salam Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkojmë aty të varë që jetim, assalamu alejke ja Rasul Allah. Assalamu alejke ja Rasul Allah. A më kuptan, bile selamin ati, jo që prej këtu nuk I shkon. Po dhe vama, tjetër ndjenja. Po ndjenje mirë atje, ndjenje mirë, Allahu ja mundsoft të gjithë, edhe në haq edhe numre me shkon. E tash, me qenë se I qemë selavat e Muhamedit, vallahi asgjë nuk humbi, vetëm se kemi dobija. Dobija më e madhe, dashuria, afrohemi te Muhamedi Islam, edhe sa më shumë ta realizojmë sunetin e Muhamedit Islam, ta çojmë në vend. Edhe sa më shumë ta duam dhe dërgojmë selavate, aq më shumë e kena të mundshme atë ndërmjetësimin e Muhamedit Islam ditën e gjykimit. Sa duhet me vë salavat? Sa kemi mundësi. Sa më shumë as më mirë. Nuk ka ndonjë numër të caktuar. Në realisht bëjmë që ata besimtarë që falen, bajnë salavate. Ama ndonjëherë mirë, përshemë kur bjen me fletë, nuk zëgjumi. Po këndoj e suratul Fatiha dhe Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Më kuptan, çka të pengon me thonë? Duke ecë,
Në semafor. në semafor. Sa më marë kush sa. Njerëzit çfarë veture pas ka ki, çfarë vetura pas ka. Me të një xhelozia, me të një nati. Dërgoj salavat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po valla. Kur zgjoz nga xhumi. Salavat e Muhamedit. Do më thona, kena kohë me bon salavat sa të dush. Shpërblimi çka është ose nëse ka mundësi. Shpërblimi thash, Allahu subhanahu wa taala shton bereqet. Edhe të afron të Muhamedit. Edhe 10 herë për ti ban Allahu. Po ti një herë i çon, një herë e përmend mëse Allahu të përmend 10 herë. Subhanallah. Po ti një herë i çon, një herë e përmend mëse Allahu të përmend 10 herë. Subhanallah. Man salla alayhi wahidatan sallallahu alayhi 10. Ai i cili më përmend, kështu ka thonë, ai i cili më përmend një herë mu, Allahu e përmend 10 herë. Përmendoj. Ne përmend me njeriu. Ne përmendim Muhamedit sa njeri ka qenë. Allahu subhanahu wa taala më përmend mu. Edhe bën mundshme me dash këtë njerëzit. Bash emrin tanë ta përmend. Çfarë ndjenje se. Po. Për më shumë shikues, shkoni në Google, shkoni në YouTube, vlera e salavateve, keni plot derse, elhamdulillah. Allah sa dush po. Allah i shpëbleft të gjithë ata që kanë kontribu me ligjërata të ndryshme për me i pa vëllezërit dhe motrat tona nëpërmjet rrjeteve sociale. Zoti i rujt. Veç du me cek kështu Shehu Themini do me thonë, ka thonë i lehtësojnë gjendjet, çështjet. O gajlet problemet. Salavatet problemet. Shive, ne kena problem me bereqet tu. Ne pare kina. Mës me pas pare, ka parkingje. Ki pa, ku e kena veturën? S'ka vend me lon veturat. Po. Ka shumë vetura ka, po. Nafta me dhe më bo 200 dinar më bo nafta, veturat s'dalen. Do me thonë... Grika Ormuzi turnal, veturat zurnalqë. Edhe s'kan mund dal. Pse se ne kena të mira. Bereqet duhet me pas në të mira. Edhe në shëndet, edhe në parën tonë, edhe fëmijët e tonë. E salavatet janë ata që të bëjnë mundsh me bereqetin. Bereqeti o puna më madhe. Edhe Allahu subhanahu në për me salavat t'i lehtëson brengat. Edhe t'ja gajlet. Alhamdulillah, inshallah na ban. Amin, inshallah.